Pickimet nga insektet e ndryshme, por edhe alergjit janë edhe rastet më shumë të shfaqura në qendrat shëndetësore, kryesisht në ato periferike të qytetit të Vlorës. Mjeku Thedori Muço i qendrës shëndetësore Armen konfirmon se nuk mungojnë raste kur personat caktuar i drejtojnë qendrës për të marrë ndihmë mjekësore, kryesisht nga pickimet e insekteve të ndryshme apo dhe nga alergjit, të cilat janë më shumë prezente në këtë kohë. Sipas mjeku Thedori Muço, duke se situata në cilën ndodhemi është aktualisht e menaxhueshme, megjithatë ai bën apel që të tregohet kujdes se ditët në pritet të kenë edhe rritje të mëtejshme të temperaturave. Tani kapitulli i alergjive dhe i pickimeve është një problem që ka një shtrirje, sidomos në muajt e pranverës. Stina e pranverës që zhvillohet me lullëzimin me alergjitë, me ato bimësia ndryshme që opton ose stina e pranverës mund ta quajmë stina alergjive. Është tipike në këtë stinë alergjia, por rastet që vinë me alergji janë të kufizuara dhe të rralla. Dhe nëse ato vinë, qendra shëndetësore dhe të gjitha ambulancat kanë të gjitha medikamentet të cilat janë të nevojshme për këto problematika. Pastaj pickimet e insekteve ato janë të pranishme, por nuk janë kaq masive. Një gjë duhet kemi parasysh që nganjëherë këto pickime janë kërcënuese, por mjetet mbrojtëse janë të gjitha të pranishme dhe të gjitha të mundshme për të aplikuar te smuri. Gjatë së verës nuk mungojnë rastet me pickime të ndryshme. Personat i drejtohen me njëherë qendrave shëndetësore dhe më pas Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës për të marrë edhe ndihmën mjekësore. Kjo edhe sipas mjekëve është edhe rruga që duhet të ndjekin personat, duke i drejtuar me njëherë qendrës më të afërt mjekësore dhe më pas Spitalit Rajonal të qytetit të Vlorës. Periudha në cilën ndodhemi nuk mungojnë që të ketë raste të pickimeve nga insektet apo dhe nga alergjitë ndryshme.